Shëndetje nga dita e 7 edhe unë jam duke ikur në qytet tani. Së pari do ndaloj në parukeri që të shtrij pak flokët, sapo i kam lar dhe janë fryrë kështu nga dushi. Kam marrë edhe një çaj për rrugë sepse është shumë vap edhe ky të freskon tani. Nesër është ditëlindja e Angjelos edhe do shkojmë në Formentera, në ishullin tjetër ngjitur me Ibizën. Dhe do ikim me bark. Ndërkohë tani do shkojmë të presim dhe biletat, po pasi të shtriun flokët, edhe do shkojmë tek KFC-ja për të ngrënë diçka, sepse sot është edhe finalja e botrorit Spanja me Argentinën. Dhe mezi presi ta shikojmë në darkë. Edhe Angelo me zjarin aty te karroca. Nesër do filmoj pjesën tjetër të vlogut, por nesër do jetë vlog tjetër duke qenë se sot është dita 7 e fundit e këtij vlogu që po filmoj tani. Kështu që nesër do jetë një vlog i ri. Edhe ju pres në kanalin tim për të parë ditën e nesërme që do jetë në Formentera. Sapo erdha, por janë dy goca para meje. Ku ke ardhur ti? Zjari, ku ke ardhur ti? Sapo i mbarova dhe flokët, edhe duken që janë të shtrira shumë mirë. Shikoni pak se si shkëlqen. Për të larë i lava në shtëpi, ju a thash jo për arsye se këta nuk i lajnë, se edhe këta i lajnë shumë mirë, por nga që unë kam 2 ditë kam blerë një shampo dhe një krem të ri dhe do patjetër që ta provoj atë. Edhe kështu. Muajin tjetër do t'i lyej pak flokët, se më ka dalë pak rënjaja duket këtu. Tani po ikim për të prerë biletat. Sa po i prem dhe biletat, tani po shkojmë për te KFC-ja që është kjo këtu. Biletat, sa të vë? I bi 55 personi. 110 kam bërë të dyja, sepse zjarri është shumë i vogël, 10 muajsh momentalisht jam duke folur, edhe nuk paguan asnjë gjë. Tani do kalojmë rrugën dhe do shkojmë te KFC-ja për të ngrënë Pizza Hut. Pizza të marrësh apo burger? Unë mora një pizza si kjo. Është i papadashi. Do marrësh vetëm me djath? Ja, kjo është, sa e mirë është. Jo te goja, mami. Jo te goja. Zjarri është në fazën ku po i dalin dhëmbët edhe çdo gjë e fut në gojë tani, sepse i han picat. Kjo është edhe pica ime preferuar se ka perime dhe ullinj. Dhe kjo është e Angelos. Po kam vënë zjarri në gjumë edhe tani do shikoj ndeshjen. Pastaj do bëj brum për petulla nesër për me vete. Edhe do bëj çantën gati dhe do e bëj me ju, kështu që ndiqni videon deri në fund.
riktheva tani, është ora 1:05 e natës dhe ka gati një gjysmore që ka mbaruar ndeshja e futbollit dhe fitoi Spanja. Kjo këtu. Prandaj unë kam veshur këtë bluze. E ka veshur që çfarë me qëllim që të fitonte Spanja dhe fitoi. Unë s'mar shumë vesh nga futbolli, por këtë ndeshje e kam parë me gjithë zemër edhe e kam ndier njësoj sikur të luante Shqipëria, nuk e di pse, isha tifoze e çmendur e Spanjës. Edhe më në fund fitoi, shqyr zotit. Tani jam shumë e qetë, jashtë është duke festuar njerëzit, kanë hedhur shek zjarre dhe vinë vetëm era barut. Po bëjnë shumë zhurma dhe pse unë këtu jam në një zonë të qetë, por po të dalë për jashtë, unë kam dritare tani, po të dalë për jashtë dëgjohet shumë. Nga dhoma tjetër është duke fletur zjarri dhe i kam dezur telefonin me shiun që të dëgjoj shiun dhe jo të vërtiturat e njerëzve që po festojnë dhe po gëzojnë, sepse trembet. Tani me thënë drejtën ka vajtur goxha vonë për të filmuar unë këtë, edhe më duhet të flet sepse do të zgjohem herët nesër në mëngjes, mund të zgjohem edhe një herë natën për zjarrin. Edhe kështu. Do filloj të përgatis të gjitha gjërat që do marr me vete. Këtu kam një çantë, i kam bërë gati pak çfarë. Kam marrë një 2 ndërresa, kam marrë rrobat e plazhit sepse nuk do t'i vesh që në mëngjes, do t'i vesh atje. Janë këtu dhe kanë ngjyrë shumë të bukur dhe i kam kombinuar me zjarrin. Me breçkat e zjarrit të plazhit që janë këtu. Dhe janë një ngjyrë me bikinit e mia. Kam dhe një fustan plazhi, që është ky, i bardhë dhe i shkurtër, po është si pambuku, edhe hapet. Këtu brenda kam marrë edhe një fustan tjetër të gjatë. Faktu unë do për perëndim, po nuk e di nëse do arrej dot të ka perëndimin apo jo, sepse më duhet që të kthehemi, sepse natën e tragedit është goxha i frikshëm, deti pra. Edhe gjithsesi do mundem ta bëj një foto me atë fustan sepse është i preferuari im, është i gjithë i gjatë, është në ngjyrë gold me xixa. Edhe ka të gjithë kurrizin e hapur, por nuk do ta tregoj për të gjithë ju që jeni kurioz, mund të futeni në Instagramin tim dhe atje do gjeni foton, sepse kjo video do jetë postuar pasi unë të kem hedhur fotot në Instagram. Kështu që për të gjithë ju që nuk më keni follow, më bëni. Unë do ta lë këtu poshtë emrin tim. Edhe më bëni follow për të parë fotot e mia dhe nëse më ndiqni nga YouTube-i mund të më shkruani që unë t'ju a kthej pse jo. Atëherë, tjetër këtu do fus një 2 ndresa të tjera për Angelon, sepse zjarrit po ja bëj veç. Atëherë, unë do vesh këtu. Para është ky body, që është shumë i bukur për këtej, sepse këtej i mbajnë shumë këto lloj modelesh, është body. Ka edhe këto kupat këtu, edhe me rripat holl. Dhe është komplet tyll te pjesa e barkut. Është dhe ky fundi që ka dalë shumë në modë si vjet për verë. Është fund pantallon. Bën edhe këto zhurmat kështu, edhe dita. Ky në diell shkëlqen shumë, edhe rri shumë bukur. Këtë e kam marrë tek Bershka, është masa medium. Ja ku janë edhe tutat. Pra jam e sigurt me këtë, duke qenë se jam dhe mami dhe do më duhet të marr zjarrin gjithmonë në krah. Edhe është super i rehatshëm. Këto do vesh për rrugës. Zjarrit do t'i vesh këto pantallonat me vija, që ja kam marrë tek Zara, e këto janë shumë të bukura. Do i vesh këtë bluzen, ka ngjyra shumë të bukura, edhe të kombinohet edhe me mua, pse jo. Por me qenë se është dhe me boqelli, do mund të vesh Angelo bluzë boqelli, po edhe të kombinohemi të tre së bashku me njëri tjetrin. Dhe tjetër zjarrit do t'i vë dhe këtë kapelen. Ai nuk e mban kështu sepse e pengon kjo, por do ja vë kështu mbrapsht sepse i shkon shumë. Edhe e mbron kokën nga dielli, pse jo. Shiko sa shkojnë bashk. Janë pothuajse të njëjtat ngjyra, kanë të njëjtat nuanca. Këto do i vesh për rrugës. Kur tek
kjo çanta e zjarit kam futur një dynapa që ai tiket për të fshirë dhe pse unë do i marr letrat e lagura. I kam marrë dhe 5 copë Pampers, ka që janë mjaftueshëm. Te kjo çanta kaq pofus që të kem ato gjërat kryesore për ndresa. Rrobat po ja vë tek kjo çanta këtu që janë këto tutat e kuqe sportive. Tjetër janë tutat bezh, se unë dua që t'i ketë zjarri sepse ai ha edhe bëhet pis edhe sigurisht që do që të ndrohet. Tjetër i kam marrë këtë bluzën e bardhë të thjesht, se i kisha të palosura dhe më janë bërë me vija. Kam dhe këtë bluzën tjetër në ngjyrë portokalli. Kjo. Sa po ja futa te kjo çanta. Kemi letrat e lagura, mos t'i harrojmë. Tjetër, mora disa gota kauçuku që t'i kem për anës detit. Shikoni sa të bukura janë. Po i marrë të gjitha këto, janë 4 copë. T'i kem andej. Po i marrë një palë syze të vogla zjarit. Syzet e mia, ndoshta këto i lë jashtë edhe mund t'i vë gjatë rrugës. Tjetër kam bler 2 nga këto që bëjnë kështu dhe bëjnë shumë freski dhe njëra më duhet edhe për zjarin. Shikoni sa e bukur është kjo. Është shumë e bukur, është me Ibiza. Këto po i fus anësh çantës sepse më duhen për rrugës. Kam marrë një balsam për buzët. Ky është kremi i diellit të fytyrës për zjarin i Mustelës, është edhe kremi i trupit i Mustelës. Këto do t'i lë jashtë sepse duhet ta lyej zjarin para se ta vesh në mëngjes. Është një krëhër me emrin e tij. Këtë po e fus brenda sepse kam krëhër tjetër të zjarit që mund t'ja krej flokët, kurse këtë e marrë për me vete. Tjetër kam kremin tim të diellit, që është ky, dhe ky, që është super krem, dhe ka një aromë fantastike, unë e kam bler para një jave dhe nuk e kam përdorur akoma. Shikoni, është si gjalp, po ka një erë fantastike. Gocat që e përdorin këtë e dim për çfarë po flas. Por unë nuk mora vetëm këtë, kam marrë edhe vajin. Pra janë set të dy, i kam marrë në Amazon, për të gjithë ju që doni të më pyesni, këto i gjeni në Amazon. Mund të lexoni emrin edhe t'i gjeni, sepse janë super krem edhe vaj për trupin, sepse e bëjnë trupin që të marrë ngjyrë dhe të shkëlqejë. Dhe pse unë marrë ngjyrë shpejt, sepse janë pak e smere. Këto po i fus te çanta sepse më duhen për në plazh. Çanta e shtëpinë se cila do marrim është kjo këtu, si çantë shkolle që ta kemi në shtëpinë sepse është shumë praktike. Këtu do i fus të gjitha këto që sapo ju tregova. Nga kjo këtu. Dhe e di që do kenë vend, besoj. Por nëse s'ka, nuk ka problem. Dhe tek pjesa tjetër që do ketë hapësirë boshe, kam për të vendosur supën e zjarit që e kam përgatitur dhe e kam lënë në termos në frigorifer, dhe do ta marr bashkë me termosin. Do marr fruta, kam marr qershi, rush dhe banane. Tjetër, do bëj dhe kuleçet që në mëngjes, pitet, do t'i skuq dhe do t'i marr në vasket, se kam marr një vasket kështu, dhe do t'i marr me vete dhe ato, edhe kaq. Pije mund të blejmë rrugës përpara se t'ikim. Nëse se u zgjata shumë te kjo video, edhe po ju e lë surprizë për ditën tjetër të nesërmen se çfarë do ndodhi dhe të gjithë rrugën.
sepse ne mund të marrim dhe një makinë me qera atje për të lëvizur në ishull, sepse nuk mund të shkojmë në mes të vapës, veç me karrocë me djalin edhe të lëvizim në ishull, ose të shkojmë te deti, kështu që na duhet një makinë me patjetër dhe uroj që ta gjejmë. Të ketë të lira, sepse tani është një periudhë, jemi në data 20 korrik sot, që unë jam duke filmuar dhe Angelo sot ka ditëlindjen dhe unë sapo e kam uruar ka një orë. Ka një orë që e kam uruar. Edhe pra nesër po filmoj pjesën tjetër. Unë po e mbyll videon këtu sepse u zgjata shumë. Për të gjithë ju që u bezdisa, ju kërkoj ndjes, mund të ikni, pisha ka po shifeni videon deri në fund. Edhe ju put for të gjithëve, do të shifemi në videon tjetër, edhe urime për të gjithë ata që kanë qenë me Spanjën sot, dhe më vjen shumë keq për të gjithë ata që ishin me Argentinën. Nejse ju jap një përqafim të gjithë nga larg, edhe shifemi së shpejti, mirupafshim.